Në fund të mandatit të kësaj qeverie në 2028 të fillojnë aktivitetet në terren, ndërsa pas 7 vitesh deri në 2035 projekti i Qebren dhe Galish të shohë dritën e diellit. Kjo është vizioni i qeverisë që në emisionin Biznes 21 zbuloi zëvendës ministri i energjetikës Miroslav Labudovic. Ai thotë si qëndrimi është që ky të jetë projekt i maqonisë dhe do të jetë një gjevahir në sektorin e energjetikës, ndërsa EMV tashmë po negocion me bankat për para. Sipas vlerësimeve fillestare do të kushtojnë nga 1 deri në 1.5 miliard euro. Detaje nuk zbulon, thotë se së shpejti do të ketë edhe detaje. Во моментот ЕСМ работи и започна со преговори со банки каде што би се добиле поволни кредити, поволни услови, начин на отплаќање на таа цела приказна. И во овој период што ќе следи, јас очекувам до крајот на овој мандат на владата, и тоа се и напорите и целата ситуација како што оди, дека ние би започнале сериозен чекор во реализацијата на тој проект. Предвидено е проектот да се гради отприлика 7 години, бидејќи е еден мега проект. Sipas tij, projekti në këtë moment parashikon ndërtimin e 3 digave, Qebren, Galish dhe Orlov Kamen, do të jetë pikë pompim ruajtjes ku do të shfrytëzohet maksimalisht kapaciteti i ujit. Sa i përket investitorëve për data qendrat për të cilat pati reagime në opinion, Labudovic është decid se po negociohet. Ka investitor dhe kur do të përfundojnë negociatat do të prezantohet nëse është mirë apo jo. Thotë se çdo investim që sjell mirë për shtetin duhet të shqyrtohet. Секоја инвестиција која носи плюс на државата, каде што ни го намалува дефицитот на буџетот. Ние, да бидеме искрени, со пиперки и патлиџани економија не може да крепиме. Но започнат е процес на законски измени кои што ќе овозможат промени во законите за да можат да се изградат такви дата центри. А инвеститори имаме? Сигурно да, што сме стигнале на овој стадиум за да можеме да менуваме законски измени. Зашто би менувале закон за нешто што не би постоело. Labudovic është optimist se nuk do të ketë rritje të çmimit të energjisë elektrike edhe vitin e ardhshëm. Thotë se çmimi aktual i energjisë vendore është në 100 euro për megawatt orë, ndërsa nëse merret mesatarja, duke marrë parasysh tregimin e energjisë për EVM-n, pasi në tregjet çmimi në disa momente është edhe zero, mesatarja është rreth 70 euro.